Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon medomos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëritë pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë dhe të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes, dhe sa? Përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spakun. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, dy indicie nuk përbën një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe është mbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë medojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë medojmos pavarësinë e gjyqësorit, po ku po ashtu nuk mundet kursesi të lejojmë medojmos që kura të bëhet problem më i madh se smundja, duke rrezikuar liritë, të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe të ekonomisë së vendit. Këtë javë Spaku zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radh të parë forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, ato që duke një parull e parealizueshme kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj. Një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurori të ri Klodian Brau i uroi ta çojë Spakun në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur
plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni, nëse maskohet me statistikat nxjerra nga thonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkeljet ligjit nga dosjet hetimore, për të cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. Kam shumë besim, se eksperienca e 6 viteve arritet e padiskutueshme, si dhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetkritik punën e deritanishme, mund ta çojnë spakun në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot. Javën që kaloi zhvillova një vizitë në Jordani, i mikpritur në mënyrë shumë të veçantë nga mbreti i Jordanisë, Abdullah II, një monark i respektuar botërisht, një mik i çmuar i popullit shqiptar dhe një mik shumë i mirë imi personalisht. Patëm iniciuar bashkërisht një dekadë më parë procesin e Akabës, një nismë në kuptim plot e udhëhequr dhe fokusuar në përballjen e qartë me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, nën kujdesin e veçantë të madhërisë së tij. Në raundin e takimit dhjetorit, Shqipëria ishte në krah të Jordanisë, duke bashkëkryesuar tryezën e madhe të udhëheqësve të komuniteteve fetare të Ballkanit, ku morën pjesë dhe udhëheqësit e komuniteteve tona fetare, gjë që do ta përsërisim duke e zgjeruar vitin e ardhshëm këtu në Shqipëri së bashku me madhërinë e tij. Arti i prodhimit lahutës, i të luajturit dhe i të kënduarit me të, është shpallur zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, jo materiale të UNESCO-s, në listën që kërkon mbrojtje urgjente. Ky është një nga sukseset më domethënëse të Ministrisë sonë të Kulturës dhe Turizmit në mbrojtjen dhe promovimin e identitetit tonë kombëtar dhe kulturor. Dosja, e përgatitur sipas standardeve më të larta të UNESCO-s, u dorëzua në mars 2024 dhe dua t'i falenderoj për punën të gjithë ata që u përfshin me pasion në këtë proces. Një tjetër moment i bukur i javës ishte 100 vjetori i urdhrit të Skënderbeut. Një urdhër i shpallur në vitin 1925 nga asokohe republikani Ahmet Zogu. Një urdhër i cili në 100 vjetorin e vet erdhi edhe si rilindje e sistemit europian shqiptar të urdhrave dhe të medaljeve. Një urdhër për të bashkuar në një sistem të ri europian vlerash, sa të ri aq edhe të hershëm, tradicional, të shkuar dhe të tashmen. Duke përkujtuar me solemnitetin që e meritonte 100 vjetorin e urdhrit Skënderbeut, i cili e reintegroi Shqipërinë në konstelacionin e sistemeve europiane të urdhrave dhe medaljeve, duke dhënë fund asaj shpërndarjes pa kritere pa karar të atyre teneqeve të shëmtuara, si rezultat i një degradimi 80 vjeçar, fillimisht me sistemin e dekoratave sovjetike dhe pastaj me sistemin pas sistem, në kaosin e dekoratave masovike, po i quaj. Jam krenar që më në fund Shqipëria ka edhe kancelarinë e urdhrave dhe medaljeve, e cila është një tjetër ngrehin institucionale sistemit europian të urdhrave dhe medaljeve, një shtëpi e munguar e kujtesës dhe kujdesit për vlerat e qytetarisë dhe të shtetësisë, të mishëruara ndër urdhra dhe medalje, dhe që do të shërbejë dhe si një muze i meritës së lartësuar në nderim dhe vatër frymëzuese për shoqërinë dhe për gjeneratët e reja. Takimi me temën Rinia 2030 në programet e punësimit nuk ishte një nga ato takimet e zakonshme që hera herës duhen bërë, por ishte një takim me të rinj përfitues nga programet për nxitjen e punësimit, për të cilat Shqipëria, sipas OECD-s, ka zënë vendin e parë në rajon.
Kjo është diçka shumë pozitive, sepse flet qartë që puna që kemi bërë gjithë këto vite për ndërtuar një skemë shërbimesh punësimi moderne na ka dhënë një rezultat inkurajues. Sot kemi 7 programe që funksionojnë për të nxitur punësimin duke mbuluar të gjitha kategoritë dhe që shkojnë nga praktikat profesionale tek formimi në vend e punës, nga vetë punësimi tek riintegrimi social. Një tjetër e dhënë që është mirë ta dini dhe ta dinë të gjithë të rinjt që krejt normal janë skeptik, janë mosbesues, janë madje indiferent ndaj këtyre skemave dhe këtyre fjalëve, është që vetëm brenda këtyre 5 viteve të fundit 42.000 të reja dhe të rinj janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve dhe në këtë shifër 7.500 janë individ që kanë përfituar pikërisht nga programet dhe sot janë në punë. Përmbi këtë strukturë që ne kemi ndërtuar vit pas viti, kemi dhe garancinë rinore europiane, e cila është pjesë e një programi gjithë europian, ka një model shumë të suksesshëm, zbatohet dhe në Shqipëri, fal një financimi masiv të Bashkimit Evropian për 63 milion eurosh, dhe janë 2200 vajza dhe djem që janë, si thuash, grupi i parë që po përfitojnë nga kjo garanci rinore, objektivi i cilës është që 60.000 vajza dhe djem të mbështeten në të gjithë vendin e të gjitha kategoritë brenda këtyre viteve të këtij mandati të qeverisë që sa u ke nisur prej kësaj garancie.